Në një takim me drejtorët e qendrave shëndetësore të rrethit të Pukës, deputeti Mark Froku dhe nënprefekti Marashkola i kanë kërkuar këtyre të fundit përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Për deputetin Froku është e patolerueshme që vijon të ketë ankesa për qendrat shëndetësore të rrethit, ndërkohë që drejtuesit e këtyre të fundit nuk kanë reaguar asnjëherë përballë pakënaqësive të komunitetit. Është e patolerueshme që njerëzit mos marrin nimen shëndetësore, kudo që të jenë, përderisa shteti shqiptar pagun para, përderisa shteti shqiptar ka vendos një anin tjetër në vendet e caktuara, për me bë punë ato do të bëjnë punën, do të rrinë të punë. Në mënyrë absolute, puna në Pukë dhe biznesi apo jetesa Tirana për Shkodër, ajo është për mua është e patolerueshme. Ju lutem shumë. Dim që ju konsideroni drejtues, drejtor, dhe paguheni për drejtor të qendrave shëndetësore me një pagë që nuk e kam asun as kukush në rreth Pukës. Dhe shqyrë që e mbetën si ju takon, sa është mundi dhe është djersa ju. Amo, du të kemi parasysh, mos të na ndodhi që nesër në një rast emergjent, të na helmohet dikush e të shkojnë në gjendje të rëndë ose nuk urojmë që të desim kukush, për një urë të rakortek. Sepse fondet që administroni ju në qendrat shëndetësore janë të bollshme për të siguruar atë bazë që duhet të ketë çdo qendër shëndetësore për rastet emergjente. Pak kohë më parë dhe kreu i shërbimit spitalor Ndok Seferi ngriti shqetësimin e mosfunksionimit të qendrave shëndetësore, nisur nga fakti se pacientët nga komuna mburrinin në spitalin e Pukës pa dokumentacionin e duhur.